Rithemelimi vdiqdje, por ringjallet sa jetë të ketë Sali Berisha. Ai shpalli zyrtarisht rikandidimin për kryetar të Partisë Demokratike, me një status special dhe sfidues, rithemeluesi. A konfirmoni që do t'jeni ju një kandidat në këtë garë? A konfirmoni që do t'jeni ju kandidat në garën e 23 majit? A mund të më thosh pa kush të tha ty që jo njëherë? Po shi e bërë të pyetje? Kaq, përgjigje. Por nuk janë kolegë të mi këta, s'është e vërtet, asnjë prej tyre nuk e thot këtë. Se ata kanë të njëjtin koncept. Pra, kjo është, këtë se kisha dëgjuar, se kjo është shumë interesante kjo. Që po kanë do rithemeluesi, rithemelimi merr fund, kjo e bukur shumë. Po Neni Basha, Berisha u treguai kujdesshëm. Sipas tij, Neni Basha duhet të mbetet në statut. Po, shumë bukur. Neni ka flet për zgjedhje, jo për farsë elektorale. Ai nuk kap se të psoj asnjë ndryshim. Ai bën fjalë për zgjedhje. Po nuk besoj të sugjeroj asnjë ndryshim, sepse grupi i punës ka, ne jemi në njëjtin koncept, aty janë bërë propozime të tjera, kurse ky në shumë normal. Një përgjigje me buzëqeshje, por një buzëqeshje jo domosdoshmërisht është urdhër. Në fund fare, do vendos bardhi, ose më sakt, do pjogjashta nuk mbetet në dorë të Berishës. Pra, rithemelimi vdes, por jo rithemeluesi. Ai nuk gjykohet, nuk preket, nuk ndalohet dhe nuk zvendësohet. Ai është vetë statut, vetë ligj, vetë kushtetut dhe vetë Partia Demokratike. Ashtu si lindi, vetëm ai do të vendosi edhe se kur Partia Demokratike do të vdesi, ose më sakt, erdhën të dy bashk, po bashk edhe do ikin. Ipse besoj nuk keni një befasi nga kjo që po ndodha, po jo gjithë e dinim të gjë. Sigurisht për mua, edhe kjo nuk është befasi, me thënë vërtetën, po sigurisht vjen për ta diskutuar fakti pse edhe ato element deri dje liberal, me kontakte me ndërkombëtar, me një frym tjetër, etj, sot janë arrestuar për krah të tij. Këtë me thënë vërtetën nuk arrit ta kuptoj, sepse edhe në ditët më të errta të demokracisë brendshme të Partisë Demokratike, dhe ti ke qenë dëshmitar, pasi e qenë ditë e para atje, ka patur gjithmonë zëra kritik të brendshëm që tentonin të korrigjonin diçka. Sot, për fat keq, në vitin 2026, të gjitha element që i përkasin një brezi aktiv politik pas vitit 2010, sot janë arrestuar për krah të tij. Trajtove bukur një pjesë në atë çfarë the që Partia Demokratike erdhi si rezultat një qëndrimi disident, një pjesë të mirë të shoqërisë që u përball densisht me sistemin e Enver Hoxhës. Them densisht sepse u përballën ashpër edhe sakrifikuan jetën një pjesë e mirë që nga 44 deri në vazhdim. Kuptohet, unë besoj që zanafillën negative, gjithë shoqëria jonë e morin 44-ën ku Mitat Frashi nuk pranoi të bënte një front antikomunist demokratik dhe të përballej me armë si në Greqi. Dhe u largu për në Itali dhe u shpërbëi gjithë fronti, që ka qenë rreth 10.000 forca, besoj në atë kohë, antikomuniste që do ta kishin ndryshuar. Në momentin që e mori kjo e keqe, pastaj kuptohet që shoqëria jonë ka shku dhe degradimit vlerave morale.